Përshëndetje miq, mirë se keni ardhur sërish këtu në Okult Ezoterizëm, si çdo të mërkur në orën 19:30. Ne kemi takimin e përjavshëm ku trajtojmë tematika të ndryshme dhe filozofike, ezoterike, psikologjike, por edhe më thellë, me anën e pikpamjeve spirituale dhe ato okulte, dhe duam të marrim ajkën e asaj që turmat kuptojnë, jo ato gjërat që i dëgjoni për ditë ose i shihni shpesh në për filma, në jetën e përditshme, në njerëzit që takoni, apo në ndonjë kafene me miq, teksa flisni për biseda që tek tuk rritin aftësitë tona psikike për të konceptuar një botë më të madhe se sa ajo që ne aktualisht njohim. Si në videon e kaluar që ju më pat me mikun tim Remin, ku unë trajtova disa pjesë të anatomisë okulte, se si lidheshin me anën e trupit fizik që është shumë e rëndësishme. Unë do të vazhdoj të flas për pjesën e anatomisë okulte të njeriut, por që ta thelloj më shumë këtë botë kuptim që ju të kuptoni më shumë informacion rreth anatomisë okulte të njeriut. Bëhet fjalë se të gjitha fet apo priftërinë e lashta apo ata njerëzit e dijes që nga mistikët e mëdhenj të gjithë e njihnin anatominë e njeriut, sepse në thelb kam filluar të mendoj, sipas studimeve që unë bëj, kërkimeve që unë kam kërkuar prej kohës dhe vazhdoj të kërkoj, duke njohur dhe miq të rinj, të cilët vibrojnë në këto fusha, sepse në çdo fushë që ne vibrojmë, i ngjashmi do të tërheq të ngjashmin, dhe ne do të marrim gjithmonë njohje me njerëz të rinj, por me mendime të njëjta. Në jetën e përditshme, ndoshta e keni dëgjuar atë shprehjen që duhet plus minus që të shkoj një çift, jo, është krejtësisht gabim. Dy njerëz do të përshtaten me njëri tjetrin vetëm kur ata të jenë të ngjashëm midis tyre. Nëse janë të kundërt, do të shtyhen, sepse në metafizik nuk funksionon jeta si në fizik. Në metafizik është e kundërta, dy trupa të ngjashëm triqen, ndërsa dy trupa të kundërt nuk përputhen, nuk triqen me njëri tjetrin. Sot, duke folur për anatominë okulte që e nisa me Remin, unë do të ndalem pak tek mënyra alegorike se si që nga gjërat mistike apo misticizmi dhe deri në ditët e sotme është folur për njeriun. Më pëlqejnë disa histori shumë të bukura, të cilat përmenden në Bibël. Po e marr Biblën si referencë këtu për të sjell pikpamje se pse ne duhet të thellohemi më shumë te anatomia jonë. Pse ne duhet ta njohim veten? Përse Rumi thoshte gjithmonë se ai që njeh veten ka njohur Zotin? Çfarë dinte Rumi? Çfarë fshihet pas kësaj shprehje? Çfarë duhet të kuptojmë ne? Ne jetojmë në 3 botë, sepse fet kështu na kanë thënë, edhe kam pasur gjithmonë të drejtë. Nuk e di sa jeni të vëmendshëm në veprimet që bëjmë në jetën tonë, apo njerëzit në përgjithësi, është sepse ne kur lutemi në kokat tona, por edhe në veprimet që ne bëjmë nëpërmjet trupit, e mendojmë Zotin lart. Edhe pse përgjigjja
e pyetjes që unë i bëj kokës time pse Zoti duhet jetë lart, nuk e kam marrë akoma këtë përgjigje, nuk e di pse Zoti duhet jetë lart dhe Feri duhet jetë poshtë, nga mendimi kolektiv e dua këtë përgjigje, do me thënë nga njerëzit që më shohin, sepse brenda vetes time unë kam arritur të kuptoj disa gjëra të tjera. Ne kemi përfituar gjithmonë parajsën si një vend shumë të bukur, ku atje ka vetëm parqe të mëdhenj, natyrë, lule shumë ngjyrshe, ujë i kulluar, diell, kohë e bukur, ose të paktën kështu e imagjinojmë ne. Ndërsa Ferin ne imagjinojmë një vend të herët, gjëra të këqija, ankth, stres, dhimbje, vuajtje, mërzi, depresion, dhe e mendojmë të kuq dhe poshtë nën tokë. Edhe pse toka rrotullohet dhe këto të dyja, ndonjëherë ajo që është poshtë shkon lart dhe ajo që është lart shkon poshtë, ne ende jemi skeptik në këto gjërat që mendojmë dhe pastaj kemi përplasje të mendimeve dhe bijem në atë që shumica nga ne bijem pa dashje ose me dashje duke studiuar. Atë që njihet ndryshe si hendeku psikologjik. Unë kam folur në një emision këtu shkurt për hendekun psikologjik, por nuk është trajtuar me detaj, sepse kur të trajtohet me detaj në akademin time, ju do të habiteni, do të çuditeni për gjërat që do të kuptoni për veten tuaj dhe çfarë ndodh në hendekun psikologjik. Pse bijem dhe si ne ta kuptojmë rënien. Të biesh është krejt normale, të kuptosh që ke rënë është krejt normale, por të kuptosh se si të dalësh është çelësi për të kaluar. Dhe është shumë e nevojshme të biesh në hendekun psikologjik, sepse aty janë të gjitha pasiguritë tua. Ne i ngjasojmë një, le ta quaj një kalorsi që teksa vërtitet jashtë pyllit. Dhe asnjëherë nuk tenton të futet brenda në pyll për të ndeshur me demonët e tij. Jashtë pyllit ka gjithmonë dritë, sepse të zë dielli dhe nuk ke mbulesa, pemësh apo probleme të cilat do të shfaqen në jetën tënde. Dhe ne na pëlqejnë zonat tona të sigurisë, pavarësisht se ato nuk t'i japin asnjë mundësi rritje apo zhvillimi. Dhe midis këtyre tre botëve ishte parajsa, Feri dhe toka. Ne jetojmë këtu në mes dhe po ta shohësh, poshtë ka dhe, lart është blu, edhe pse nuk është blu në të vërtetë, pavarësisht se ne e shohim ashtu për shkak të dritës dhe reflektimit që godet, pa falni, drita e diellit, ne shohim të jetë qielli blu. Këto janë procese të fizikës dhe nuk do të ndalem aty, por do të vazhdojnë të flas për tre botët dhe alegorinë që kjo që do dëgjoni sot do të hap shumë dritare të reja në mendjet tuaj dhe do të filloni të kërkoni nëse ju vërtet jeni një kërkues. Ashtu si thotë edhe thënia ose shpreja në Bibël, Mateu 7:7. Kërkojeni. Çfarë ndodh? Bibla është një libër perfekt në kuptimin alegorik të tij. Ai flet me shumë kode që mund të kuptoj çdo nivel i qenies njerëzore, duke filluar nga niveli më i ulët deri tek ai më i larti. Gjithashtu këtë gjë bën edhe Kurani, por edhe librat e tjerë. Fet janë rregullatori i turmave.
edhe i individëve në një lloj forme, sepse të mos e hedhin poshtë punën e tyre, ato ishin të parat që folën për Zotin. E përderisa folën për Zotin, i bie që Zoti ekziston. Por mua gjithmonë më lindin pyetjet pse Zoti duhet të qëndrojë lart kur toka vërtitet, dhe pse djalli duhet të qëndrojë poshtë kur toka vërtitet. Dhe midis tyre është toka që është ngjyra e gjelbër, zakonisht, ose bluja, ku midis këtyre dy forcave të errëtës dhe dritës, errësirës dhe dritës, është ky vend ku ne jetojmë. Dhe këtu është vendi ku zhvillohen luftrat midis të mirës dhe të keqes. Dhe deri tani kjo na është thënë kështu dhe ne kështu e kemi besuar. Pse e kemi besuar kështu? Sepse kemi qenë të rinj. Çfarë do të thotë kemi qenë të rinj? Të rinj janë njerëzit kur vinë këtu dhe nuk kanë informacion. Edhe fazat e para kur ti je i ri drejt informacionit janë fazat e pranimit, ku ti merr çdo gjë që të thuhet, ku familja të tregon rregullat, të tregon fen, të tregon rrugën tënde. Ndoshta ndonjëherë të ndikojnë aq shumë sa të marrësh një person sepse nëna e do. Dhe kjo është krejt në rregull, sepse nga pikpamja e prindërve, ata duan më të mirën për jetën tonë, pa e ditur se më e mira për jetën tonë është ajo që neve na bën të lumtur. Pjesa tjetër që ju do të dëgjoni tani, nuk dua që ta besoni. Këto janë mendimet e mia sipas kërkimeve të mia. Fillon që me Evën dhe Adamin. Çfarë ishte Eva dhe Adami? Unë do të ngre disa pyetje të cilat dua të marr përgjigje nga ana juaj, se si ju e mendoni për të rritur komunikimin bashk dhe për të ndarë më shumë mendime mbi këto pikpyetje të cilat enden në kokat e shumë njerëzve. Çfarë simbolizonte Eva dhe Adami? Çfarë simbolizonte gjarpri? Çfarë simbolizonte pema e jetës? Ose pema e dijes? Po fruti. Dhe si lidhen këto me anatominë okulte të njerëzit? Njerëzit që në lashtësi gjithmonë kanë kërkuar në natyrë, kanë adhuruar natyrën, sepse e kishin kuptuar në një lloj forme që natyra është një miniaturë e njerëzit. Gjithashtu dhe anasjelltas ne jemi shëmbëtyra e natyrës, në një lloj forme, mënyrën se si ne i kemi organet. Por ju rikujtoj disa gjëra. Teksa duke parë makroversin dhe mikroversin, makroversi le ta mendojmë një njeri super gjigant, ku brenda atij njeriu është sistemi i mushkrive ose aspirator. Mushkrit ngjasojnë me pemët. Ngrini syt lart dhe shikoni degët e një peme. A ngjason kjo me mushkrit tona të vogla përballë mushkrive të natyrës? Sigurisht që po. Shikoni me kujdes arën, a ngjason ajo me trurin ton? Sigurisht që po. Shikoni domaten, a ngjason ajo me zemrën ton? Nëse ne e presim domaten në mes, do të kuptoni që ajo ngjason. A ngjason kërpudha me veshin ton? Dhe kështu janë shumë gjëra të ngjashme. Pra, ne jemi një shëmbëltyrë e natyrës dhe natyra është shëmbëltyrë e jona. Atë që thoshte Rumi, kërko brenda vetes dhe do të njoh Zotin. Po çfarë është Zoti? Zoti nuk është ajo që juve mendoni. Është diçka mbi këto. Por kur unë them mbi këto, nuk do të thosë se është lart. Por mund të jetë kudo.
Dhe pjesa tjetër sa i përket Evës dhe Adamit, po sikur tjetë hemisfera e trurit ton. Një Evë dhe një Adam, një hemisferë e majt dhe një hemisferë e djathtë. Edhe megjithatë, gjarpri mund të simbolizojë për shembull shtyllën ton kurrizore. Mendojeni dhe pak te, a i ngjason shtyllës ton kurrizore gjarpri? Po pema e jetës apo e dijes, quajeni si të doni, a i ngjason trupit ton, po sikur ajo pemë të simbolizonte veten ton. Dhe sikur gjarpri të simbolizonte shtyllën ton kurrizore. Dhe fruti të simbolizonte mendimin ton. Mendoj unë, mendojeni këtë, pres përgjigjet, si e mendoni ju? Një diçka tjetër që mua më ka tërhequr vëmendje teksa u lumtoj mbi studimet e mia ezoterike, të cilat janë fort të lidhura me anatominë okulte të njeriut, është se të gjitha këto ndërtime në mënyrë alegorike mos i dedikohen drejt për së drejti qenies tonë njerëzore. Disa fjalë që më kujtohen nga Bibla thuhet që tani u bët një nga ne, që njihni dhe të mirën dhe të ligën. Një nga ne. Fjala është shumës. Që njihni dhe të mirën dhe të ligën. Pra, një energji, një nga ne, një energji me dy kaje të kundërta. Nëse do të kërkoni akoma më shumë për pjesën se si funksionon trupi i njeriut, është që ju duhet të lexoni Biblën, ju duhet të lexoni Kuranin, ju duhet të lexoni shumë libra të shenjtë për të kuptuar nivelet e thella të alegoritmit që ato fshehin brenda fjalëve. Vetëm ata që dinë të lexojnë simbolikën do të arrijnë të kuptojnë dhe do të ikë nga sytë e tyre një perde që do t'i bëjnë ata të shohin. Pjesa tjetër që unë mendoj se është vërtet e rëndësishme është se sa pak dim ne për veten. Si funksionon trupi jon? Sistemet tona brenda. Çfarë ndodh përtej asaj që ne dim në jetën e përditshme? Janë disa sisteme që janë totalisht të pavarura nga ne. Dhe për këto unë do të flas në videot në vim ku do të njohim me detaj mënyrën e shumë funksioneve apo organeve të trupit brenda në trupin ton, se pse ne na vjen dëshira për të ngrënë. Për shembull, dhe si ne arrim të mendojmë, po nga buron stresi fiks në thelbin e tij? Kush pjesë e trurit e prodhon stresin? Dhe pse ne sëmuremi? Nga shumë faktorë të cilët lidhen me zorët, trurin, apo pjesën që në Bibël ne i kemi dhe në Kuran i kemi, por janë disa pika të cilat kërkojnë përgjigje nga vetne. Ashtu si unë përmenda disa gjëra, për shembull mund të përmend që 3 botët mund të jenë edhe 3 zemrat ose 3 pikat energjetike të tempullit të njeriut, të trupit të njeriut, sepse në ezoterizëm trupi njihet si tempull. Është një vend banimi për ne. Atëre parajsa, pse jo mund të simbolizoj mendjen. Shpirti mund të simbolizoj tokën, që është në mes.
është vendi ku ne zhvillohemi dhe rritemi dhe mësojmë shumë gjëra. Dhe feri simbolizon organin ton gjinital. Ana tjetër është edhe për femrën, organin e saj gjinital. Pse ne kemi një organ gjinital në formën e një fyelli, le ta quajmë, penisin ton, dhe femra ka një organ gjinital në formën e zgavrës. Mos këto dy numra janë të ngjashëm me sistemin binar të një sistemi kompleks ku ndërtohen programe të ndryshme, algoritme të cilat e procesojnë informacionin për të dhënë rezultate të tjera. Mos ndoshta ne jemi një teknologji më avancuar se ky sistem binar ku marrin pjesë 0 dhe 1. Janë pyetje të cilat po i bëj për ju për të ngacmuar më shumë pjesën e anës tuaj, të imagjinatës, të mendjes tuaj racionale dhe të marrim sa më shumë përgjigje. Këtë emision po e trajtoj në këtë lloj forme për të parë se sa shumë gjëra ka që ne ende nuk jemi gati ti kuptojmë, por i marrim ashtu siç i kemi lexuar apo dëgjuar nga shumë njerëz ose në jetën tonë të përditshme. Një pjesë tjetër ku unë dua ta lidh prap me alegorin është ku përmendet mosha e Jezusit. Jezusi ishte 33 vjet. Prap ky numër mua më lidhet me ruazat e shtyllës kurrizore. 33 ruaza. Prap diçka tjetër është se ne e mendojmë therin të kuq për shkak të anës të aspektit fizik që ne shohim që nga fundi i një mali del vulkani dhe mund ta lidhim në këtë lloj forme, por nga ana tjetër ne nuk e dim pse feri është i kuq dhe djalli është i kuq. Përse? Përse mos jetë djalli për shembull jeshil? Por sepse e kuqja është ngjyra e pasionit. E kuqja është ajo ngjyrë e cila buron nga origjina e trupit eterik, që është grada më e ulët, që është ana e instinkteve. Dhe marrëdhëniet që ne kryejmë me partneren ton nuk vinë nga koka jo. Vinë nga ky instinkt. Dhe atje ndodhet burimi i kënaqësisë të çdo personi. Dhe i njohur ndryshe si rot chakra mban ngjyrën e kuqe. Dhe duke qenë se epshet lidhen gjithmonë me ngjyrën e kuqe, ato simbolizojnë djallin. Djalli është një epsh, epshi joni është brenda nesh. Është një Adam dhe një Evë brenda nesh. Do t'ju bëj një pyetje dhe shpresoj që shumë njerëz do të reflektojnë në këtë gjë që do dëgjojnë tani. Nëse ju martoheni dhe kaloni një periudhë me një person, a keni vënë re që keni shumë gjëra të ngjashme me personin që keni në krah, mënyrën e komunikimit, krijoni disa fjalë të cilat për shembull mund të jenë që dëgjohen shpesh sot në zemër, babe, o zemra, shpirti, do një shkurtim të fjalës. Pse ndodh kjo? Për shkak të Evës dhe Adamit. Ne kemi një Eva dhe një Adam brenda vetes tonë, që janë dy hemisferat e trurit tonë. Ndoshta këto mund të jenë edhe dy fëmijët e parë të Evës dhe Adamit, Abeli dhe Kaini. Nëse nuk po e ngatrojmë shumë.
Dhe po thoja që duke kaluar një kohë, çfarë bën? Instinkti jon duke qëndruar me një person, ne nga natyra e brisht dhe nga brishtësia që ka çdo individ brenda vetes së tij, ne marrim zakonet të partnerit. Edhe zhvillohet ana nga, ana e Evës tek mashkulli dhe ana e Adamit tek femra. Që do të thotë ne bëhemi më femëror me partneren dhe partnerja bëhet më burrërore me ne. Edhe kjo është krejt në rregull të ndodh nëse ti e di këtë, por nëse ti nuk e di këtë, ky është problemi. Sepse kur ti e di dhe e njeh procesin dhe unë jam i vetëdijshëm që ja lejoj vetes time që të përmend shprehjet e saj në jetën time dhe në jetën e të dyve ne, kjo është krejt në rregull dhe unë e kuptoj këtë. Është edhe ana sjelltas që ajo të thot shprehje të tuat dhe të bën ndonjëherë gjeste të një mashkulli. Sepse rritet Adami brenda saj. Ne çdo njeri i ka brenda një Evë dhe një Adam. Ne meshkujt e kemi më të zhvilluar Adamin dhe femrat kanë më të zhvilluar Evën, por nuk do të thotë se ne nuk e kemi Evën brenda. E megjithatë, në një partner këto rriten dhe ndryshojnë her pas here. Tani këto gjëra janë alegori të librave të shenjtë me jetën tonë dhe anatominë okulte të njerëzit. Do të ndalem pak, unë nuk jam ndonjë studiues i madh i feve, por për gjërat që lexoj dhe i lidh, kam kuptuar që aty fshihen shumë gjëra në librat e shenjtë. Dhe prandaj edhe në Kur'an ka shumë gjëra që fshihen dhe do të kujtoj një histori, një fragment historik nga Sulejmani, ku Sulejmani ecte me ushtrinë e tij dhe papritur thuhet se dëgjon një milingon teksa flet ikni se do na thyej ushtria e Sulejmanit. Deri këtu duket një prallë dhe është krejt në rregull, por në vitin 2007 kjo gjuhë faktua se 75% të trupit të milingonës ishte xham, kristal. Pra, këtu fshihen mesazhe të nënvetëdijshme që ne ende nuk jemi gati t'i kuptojmë. Këto libra mbartin mesazhe që nuk të duhet të studiosh shkencën. Të duhet të studiosh dhe të zhytesh në alegorinë e këtyre librave. Dhe për ato që unë pyeta dhe shumë të tjera të cilat nuk dua të ndalem, por janë disa pika që vërtet kisha nevojë ti ngrija si pikpyetje tek ju dhe të marr një përgjigje për të rritur komunikimin ton. Shpresoj të marr përgjigje dhe një këshill nga ana ime është që ju duhet t'i lexoni këto libra, të hulumtoni më shumë drejt botës së ezoterizmit për të kuptuar alegorinë simbolike të gjërave që fshihen dhe mistereve të tjera, si për shembull parajsa si mund të simbolizonte edhe kafkën tonë. Ashtu si përmenda dhe Meremin që Atlasi mbante botën. Do me thënë një ruaz mban gjithë kafkën. Pra, kjo është alegoria. Kjo është ajo që njerëzit nuk kuptojnë dhe i marrin ashtu si i dëgjojnë ato mesazhe mistike të fsheta, të cilat janë me një mesazh shumë më të madh dhe kodohen në këtë lloj forme vetëm për mendjet e ndritura. Faleminderit që ishit pjesë e imja dhe sot dhe gjithashtu dua t'ju kujtoj të më ndiqni në Instagram, në faqen time të vetmen faqe Ezoterizëm, të verifikuar me tiket, dhe
t'i bashkoheni grupit falas që unë kam aty ku shpërndaj shumë informacione të vlefshme për jetën tuaja, për jetën time dhe për të ndarë mendime si nga ana juaj, por edhe nga ana ime që ju mirëpres të më dërgoni një mesazh për çdo pyetje që keni dhe çfarëdo lloj mendimi, ndoshta dhe skeptik në kokën tuaj, ndoshta dhe vjen nga hiçi, nga koti, mund ta ndajmë dhe të bisedojmë bashkë. Shumë shpejt do të hapet Akademia Ezoterike dhe po bëhet gati një nga leksionet më të mëdha që do të përjetoni, hendekun psikologjik, në nivel shumë të thellë, le ta quajmë monografi, dhe do t'ju ftoja shumë nga ju, kush dëshiron vërtet të kuptoj botën ezoterike, t'i bashkohet rrugtimit, dhe mos harroni të më bëni dhe subscribe në channelin ton Okult këtu, dhe të vizitoni shpeshherë edhe gazetën okult.org, ku kategoria ezoterizëm do të edh atje shumë postime dhe artikuj janë të rrallë për arsye se kërkojnë kohë dhe angazhim që të bëhen gati, por do të jenë vërtet të goditur. Deri atëherë ju përshëndes dhe ju uroj të mira në familjet tuaja, në jetën tuaj dhe në rrugëtimin tuaj. Paqe shpirtërore.